nderuar kryetari komunës zotëri Sokol Haliti, i nderuar kryesues i kuvendit komunal zotëri Bekem Azizi, e nderuara drejtoresha arsimit zonja Arta Ajeti, i nderuar kryetari organizatës e veteranëve të luftës së UÇK-s zotëri Idris Quni, i nderuar kryetari familjeve të dëshmorëve Gjevgjet Ademi, të nderuar përfaqësues të KFOR-it Amerikan, të nderuar prindër dhe familjar, të respektuar kolegë mësimdhënës, shumë të dashur maturant, mirë se keni ardhur në ceremoninë solene të diplomimit. Sot nuk po e mbyllim vetëm një kapitull shkollor, po festojmë rrugtimin, mundin, kujtimet dhe ëndrat e gjeneratës suaj që janë gjurmë në shkollimin tuaj, jo vetëm me rezultatet e arritura, por edhe me energjinë, vullnetin dhe karakterin që e keni dëshmuar gjatë këtyre viteve të shkollimit. Të dashur maturant, ndjehuni krenar, ja dolët. Për të hapur i nderuari kryesuesi i Kuvendit Komunal zoti Bekem Azizi, e nderuara drejtori i DKO-s zonja Arta Ajeti me bashkëpunëtor, i nderuari kryetari i organizatës së veteranëve të UÇK-s zoti Idris Quni, i nderuari kryetari i familjeve të dëshmorëve zoti Gjevgjet Ademi, të nderuar përfaqësues të KFOR-it Amerikan, të nderuar prindër dhe familjar, të respektuar kolegë mësimdhënës, shumë të dashur maturantë. Sot është një ditë e veçantë për gjithë ne. Është një ditë gëzimi, krenarie dhe emocionesh të veçanta. Një ditë kur festojmë suksesin, përkushtimin dhe rrugtimin e një gjenerate që po mbyll një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj dhe po hap derën e një të ardhmëje të re. Akti i diplomimit është më shumë se një ceremoni dhe traditë shkollore. Ai është një moment reflektimi mbi rrugën e përshkruar, mbi sfidat e kapërcyera dhe mbi ëndrat që presin të realizohen. Të dashur maturantë, sot qëndroni këtu si të rinj dhe të reja që keni arritur një sukses të rëndësishëm. Pas jush janë vite të tëra pune, përpjekje, sfidave dhe këmbgulje. Përpara jush shtrihet një rrugë e re, e mbushur me mundësi, sfida dhe përgjegjësi. Duket sikur jo më larg se dje, kaluat pragun e kësaj shkolle për herë të parë, me emocione, kurreshtje dhe ëndra të mëdha. Sot teksa po largoheni prej saj, jeni më të pjekur, më të ditur dhe më të gatshëm për të marrë përgjegjësi në jetën tuaj dhe në shoqëri. Shkolla jonë Yunus Zainullahu nuk ka qenë vetëm një institucion ku keni marrë njohuri dhe jeni aftësuar profesionalisht. Ajo ka qenë një vend ku jeni formuar si qytetar dhe keni mësuar rëndësinë e respektit, përgjegjësinë, solidaritetin dhe bashkëpunimin. Në këto mure keni ndërtuar miqësi të sinqerta, keni ndarë momente gëzimi dhe vështirësie. Keni mësuar se suksesi nuk arrit pa përkushtim dhe çdo pengesë mund të kapërcet me vullnet dhe punë. Në këtë ceremoni të veçantë diplomimi, kur kremtojmë sukseset dhe arritjet e brezit tonë të ri, kujtojmë me nderim të thellë dëshmorin e kombit Yunus Zainullahu, emrin të cilit e mban me krenari shkolla jonë. Vepra dhe sakrifica e tij për lirinë dhe dinjitetin e atdheut mbeten një udhërrëfyes i përhershëm për brezat që edukohen në këtë institucion. Sot, ndërsa ju diplomoheni dhe hapni një kapitull të ri në jetën tuaj, ju ftojmë të mbani gjallë vlerat e përkushtimit, përgjegjësisë, guximit dhe dashurisë për vendin, vlera që mishtrohen në kujtimin e tij. Le të jetë emri i tij frymëzim që dijen ta shndroni në suksesin në shërbim të shoqërisë dhe atdheut. Të dashur maturantë, jeta nuk do t'ju pyes gjithmonë nëse jeni gati. Ajo shpesh do t'ju vendos përballë sfidave të papritura, por mos harroni se njeriu rritet pikërisht në momentet kur përballet me vështirësi. Mos lejoni që frika t'ju ndalojë të ndroni. Mos lejoni që dështimet e përkohshme t'ju largojnë nga qëllimet tuaja. Çdo sukses i madh ka lindur nga këmbgulja dhe besimi se ajo që të duket e pamundur mund të bëhet e mundur. Prandaj, mos ndaloni kurrë mësuari, mos humbni besimin në ëndrat tuaja. Mos keni frikë nga dështimet, sepse ato janë pjesë e rrugës drejt suksesit. Besoni në vlerat tuaja, në dijen tuaj dhe aftësitë që keni ndërtuar gjatë këtyre viteve. Sot në këtë ditë të veçantë, do të doja t'ju drejtohem edhe prindërve dhe familjarëve tuaj. Të nderuar prindër, kjo është edhe dita juaj. Ju keni qenë mbështetësit më të mëdhenj të fëmijëve tuaj. Keni ndarë me ta çdo sukses dhe çdo sfidë.
Keni sakrifikuar kohë, energji dhe përkushtim për t'i parë ata të arrijnë këtë ditë. Në emër të shkollës sonë ju falenderoj për bashkëpunimin, besimin dhe mbështetjen që na keni dhënë gjatë këtyre viteve. Mirënjohje dhe respekt edhe për institucionet komunale, kryetarin e komunës dhe drejtorinë e arsimit për përkrahjen dhe mbështetjen e parezero. Më të thellë për mësimdhënësit tanë. Të dashur kolegë, ju nuk keni dhënë vetëm mësim, ju keni frymëzuar, udhëzuar dhe formuar karaktere. Keni investuar dije, përvojë dhe dashuri profesionale në secilin nxënës. Rezultatet që përfestojmë sot bëjnë vulën e punës suaj të palashme. Të dashur maturant, gjenerata juaj po diplomohet një kohë të ndryshimesh të mëdha teknologjike dhe shoqërore. Bota, e në veçanti vendi ynë Kosova, kërkon njerëz të ditur, kreativ dhe të përgjithshëm. Kërkon profesionistë të zot, por mbi të gjitha kërkon njerëz me integritet. Kudo që të shkoni, në universitet, në vende pune, apo në rrugë tjera të jetës, bani me krenari vlera që keni fituar këtu. Dhe kur të arrini suksese që i meritoni, kujtoni se dikur ishin nxënës të kësaj shkolle dhe se këto hodhet themelet e së ardhmës suaj. Sot po largoni nga bankët e shkollës, por jo nga familja e madhe e institucionit arsimor Jonuz Zejnullahu. Ju do të mbeteni gjithmonë pjesë e historisë dhe krenarisë së shkollës sonë. Ne do t'ju ndjekim me gëzim dhe kënaqësi arritjet tuaja në vitet që vijnë. Në emrin tim personal dhe në emër të gjithë stafit të institucionit të arsimit dhe aftësimit profesional, Jonuz Zejnullahu, ju përgëzoj për diplomimin dhe ju uroj shëndet, lumturi, mbarësi dhe suksese të pafundme në jetën tuaj personale dhe profesionale. Urime diplomimin gjenerata 2025-2026. Ju pritet mbara. Të nderuar maturant, ju nxënës, të respektuar mësimdhënës, shumë të nderuar prindër, i nderuari kryesuesi i Kuvendit Komunal, zotja Azize, zotja Demi nga shoqata e familjeve dëshmorëve, shumë i respektuar drejtori i shkollës, zoti Bislimi, e nderuara drejtoresh e DDI-së arsimit bashkë me stafin, zonja Orta Jeti Alidema, i nderuar ish drejtor Lutfiu, që ka qenë njëri prej drejtorëve të suksesshëm bashkë me Ali Bislimin e kësaj shkolle. Të dashur praneshëm, nëse kisha kërku një duar trokitje të posaçme për maturantët dhe për kforin amerikan. Gjithmonë ekipa ndërlisë amerikane janë me neve çdo aktivitet që vërtet janë vlerë. Të dashur praneshëm, sot jemi mbledhur për të shënuar një moment të rëndësishëm në jetën tuaj, përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm të arsimit dhe fillimin e një rrugë të re drejt profesionit, studimeve dhe sfidave të ardhmës. Diplomimi juaj është rezultati i përkushtimit, disiplinës dhe punës së vazhdueshme. Ai është dëshmia e angazhimit tuaj, e mbështetjes familjeve dhe punës përledhshme të profesorëve tuaj, të cilët me profesionalizëm dhe përkushtim ju kanë udhëhequr në këtë rrugtim. Shkolla e mesme teknike Jonuz Zejnullahu ka një rol të veçantë në sistemin arsimor të komunës tonë. Kjo shkollë ka përgatitur ndër vite gjenerata të tëra profesionistësh, teknikësh dhe specialistësh të fushave të ndryshme, të cilët sot japin kontribut çmuar në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të komunës dhe të vendit. Duke vlerësuar rëndësinë e arsimit profesional dhe teknik, komuna e Vitinjës është duke realizuar investime të rëndësishme në kodët komplekse të inkubatorit biznesit, cilat do të jenë drejt për drejt funksion nxënësve të kësaj shkolle. Kabinetet moderne makinerisë, elektrës, teknologjisë ushqimore, teknologjisë informative, bujqësisë, tekstilit dhe fushave të tjera profesionale do të mundsojnë gjeneratave të reja të fitojnë një uri dhe shkallësi bashkëkohore, të përgatiten me kompetencë, duke krijuar një lidhje më të fortë ndërmjet arsimit profesional dhe të tregut punës. Këto investime përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të arsimit profesional dhe krijimit mundësive më të mira për të rinjtë të komunës sonë. Ju të dashur maturant, jeni pjesë e këtij rrugtimi të suksesshëm. Përmes dijes teorike dhe aftësive praktike që keni fituar gjatë viteve të shkollimit, ju tash keni krijuar një bazë të fortë për të ndërtuar të ardhmen tuaj. Në një botë që ndryshon me ritme të shpejta, arsimi profesional dhe teknik po merr gjithnjë më shumë rëndësi. Shoqëria juaj ka nevojë për të rinj të përgatitur, inovativ dhe të gatshëm për të
përballur me sfidat e teknologjisë, ekonomisë, së tregut dhe të punës. Besoj fuqishëm se njohuritë dhe shkallësitë që keni fituar në këtë shkollë do t'ju shërbejnë si themel i sigurt për sukseset tuaja të ardhshme, qoftë në studime universitare, qoftë në jetën profesionale. Si institucione komunale do të vazhdojnë mbështetjen e arsimit, rinin dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillimin e potencialit të secilit të ri në komunën tonë. Mos ndaloni së mësuari, së zhvilluari dhe së besuari në ëndrat tuaja. Universiteti, puna dhe suksesi fillojnë me përkushtimin që tregoni sot. Kudo që rrugëve e jetës t'ju çoj, mboni me krenari emrin e familjes tuaj, të shkollës suaj dhe të komunës së Vidinjës. Arritjet tuaja do të jenë krenaria juaj dhe dëshmia më e mirë e vlerave që përfaqëson arsimin në komunën tonë. Në emrin tim dhe komunës Vidinjës ju shpreh urimet më të sinqerta për këtë arritje të rëndësishme. Ju uroj shëndet, suksese dhe realizim plot të synimeve tuaja. Urime, diplomimi, shëndet dhe gëzime, suksese gjithmonë. Të nderuar profesor, prend dhe shok dhe musafir. Nëse të na pyesni disa vite më parë, si të ndjeshim sot, ndoshta nuk të imagjinoni këtë moment kështu. Nga dita e parë e shkollës e deri sot kemi kaluar shumë ditë të vështira, momente gëzimi dhe kujtime që të mbajmë gjithmonë me vete. Sot nuk po morëm vetëm një diplom, po morëm me vete përvojën, mësimet dhe guximin për të vazhduar përpara. Unë kam zgjedhur drejtimin i zhvillës aplikacioneve sepse besoj se armja u përket atyre që krijojnë, që guxojnë dhe nuk dolën së provuarje. Një falënderim i veçantë për familjen tona që kanë qenë forca jonë që të hap të kësaj rruge. Ndoshta nuk e dim saktësisht çfarë na pret, por e dim një gjë. Jemi gati të përballojmë. Sepse sot nuk është fundi i historisë sonë, është vetëm fillimi i saj. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Sot është një ditë shumë e veçantë për ne. Pas shumë viteve me detyra, provime, stres, të qeshura dhe kujtime, më në fund kemi arritur në këtë moment. Kur e nisëm këtë rrugtim, askush nuk e dinte saktësisht se ku do të përfundonim. Gjatë këtyre viteve kemi mësuar shumë më tepër se sa ato që shkruheshin në libër. Kemi mësuar si të përballemi me sfidat, si të mos dorëzohemi kur gjërat bëhen të vështira dhe si të vlerësojmë njerëzit që kemi pranë. Për mua, kjo shkollë nuk ishte vetëm një vend ku mora njohuri. Ishte vendi ku krijova kujtime që do t'i mbajnë gjithmonë me vete. Ku gjeta miqësi të sinqerta dhe ku kuptova se ndonjëherë momente që ndryshojnë jetën vijnë atëherë kur i presim më së paku. Disa nga gjërat më të bukura që kam fituar këtu nuk mund të moten me nota apo diploma. Sot po mbyllim një kapitull të rëndësishëm, por po hapim një tjetër. Secili prej nesh do të marrë një rrugë të ndryshme, por shpresoj që të mos harrojmë kurrë diçka që kemi përjetuar bashkë dhe njerëzit që kanë bërë këtë periudhë kaq të veçantë. Ju uroj të gjithë dhe suksese, lumturi dhe guxim për të arritur ata që doni. Urime të gjithëve dhe faleminderit. Klasa e 12-1, Design Software. Nxënësit: Aed Azizi, Andoena Baftijari, Arjan Bislimi, Ariana Dushko, Arianet Ajvazi, Blerën Hyseni, Dion Ferizi, Elsa Imeri, Esma Sinani, Fetosh Shaqiri, Jan Ferizi, Marten Morke, Megita Imeri, Ronda Feza, Alden Kuka, Gentrit Selmani, me kujdestar të klasës Musle Neziri. E 12-2, Design Software. Adhuresa Gashi, Anjesa Ajeti, Alpitrem Hasani, Blerën Gashi, Burem Nebiu, Denes Munishi, Gabriel Nikola, Josef Josefi, Kristian Ajvazi, Gjëvaher Misini, Anila Shabiu, me kujdestar të klasës Ramosh Jakupi. Klasa e 12-3, zhvillues në aplikacioneve softverike. Nxënësit: Adones Bajrami, Alden Shkodra, Edion Sejdio, Eduard Salihu, Eli Rashiti, Elsa Bislimi, Elton Emrllahu, Eluard Selmani, Erdi Ameti, Erjan Selmani, Erona Bislimi, Flator Bajrami, Ismail Misini, Ismail Nuhiu,
Leonis Sejlio, Recep Shehu, Benis Shkodra, me kujdestare të klasës Lirie Aliu. Klasa e 12-a 4, instalues elektrik. Nxënësit: Argjend Hyseni, Blertan Zeneli, Diart Sulejmani, Enes Pajaziti, Enver Ymeri, Hekuran Musliu, Leon Osmani, Lorik Halimi, Selam Shabiu, me kujdestar të klasës Muhabe Isaku. Klasa e 12-a 5, tregti me pakicë dhe shumicë. Nxënësit: Agnesa Selmani, Arbesa Selmani, Aulona Musliu, Elsa Rashiti, Filoreta Goshi, Florentina Ukic, Ledion Muja, Majlinda Abdullahi, me kujdestare të klasës Selvete Dauti. Klasa e 12-a 6, asistent juridik. Nxënësit: Amir Haliti, Dren Misini, Elife Reka, Gentiana Kamberi, Njomza Muharremi, Simon Marki, Sumea Mjako, Donjeta Emini, Suela Muharremi, me kujdestar të klasës Reshat Ademi. Klasa e 12-a 7, përpunues I prodhimeve ushqimore. Nxënësit: Egzon Ameti, Ensar Haliti, Eriona Selmani, Erion Ameti, Ledion Mustafa, Leotrem Mustafa, Laurent Salihu, Yasir Shabani, me kujdestar të klasës Emin Haziri. Klasa e 12-a 8, trafik rrugor. Nxënësit: Adem Zymeri, Agnesa Zeneli, Albina Roma, Argjend Duhio, Argjenda Zinullahu, Artiona Gjeladini, Bleart Ismaili, Erilon Haziri, Valisa Zinullahu, Venera Zeneli, me kujdestar të klasës Gazmend Ukshini. Klasa e 12-a 9, operatori makinave me dirigjim kompjuterik. Nxënësit: Edonard Zeka, Eron Roma, Rinis Sokoli, Vesel Jashari, me kujdestare të klasës Imrane Sulejmani. Klasa e 12-a 10, instalues I ujësillësit, kanalizimit, grojës dhe klimatizimit. Nxënësit: Ahmet Zymeri, Dionis Lamallari, Endret Neziri, Ferez Avdiu, Jeton Miftari, Ramil Recepi, Reis Avdiu, Valton Salihu, Javed Recepi, Ylli Ibrahimi, me kujdestar të klasës Besim Selmani. Klasa e 12-a 11, instalues I ujësillësit, kanalizimit, grojës dhe klimatizimit. Nxënësit: Arjan Metallari, Diart Ibrahimi, Elind Recepi, Erionit Sokoli, Leonit Muharremi, me kujdestar të klasës Burim Sallahu. Dhe klasa e 12-a 12, automekanik. Nxënësit: Bulend Sallahu, Edonis Ramadani, Florian Recepi, me kujdestar të klasës Muharrem Sallahu.
Të dashur maturant, ky është momenti që e simbolizon gëzimin, krenarin dhe fillimin e një rruge të re. Ju ftojmë të gjithë të dilni në skenë për hedhjen e kapelave.